Duhet ta theksojmë që në fillim që edhe pse virusi i Nipahit ka një vdekshmëri shumë të lartë, siç e ka paralajmëruar OBSH-ja, pra që 75% është mortaliteti, gjë që është alarmante në vetvete, por doktoresh, dhe si transmetohet ai, a ka ndoshta edhe vend për të pasur një lloj alarmi të një përsëritje pandemie globale? Duhet ta theksojmë që në fillim që edhe pse virusi i Nipahit ka një vdekshmëri shumë të lartë, siç e ka paralajmëruar OBSH-ja, pra që 75% është mortaliteti, gjë që është alarmante në vetvete, por duhet të nënvizojmë që nuk ka rrezik për një pandemi të dytë. Ky virus nuk e ka potencialin për të përhapur shumë shpejt siç e ka pasur Covidi ose siç e ka dhe gripi, sepse nuk transmetohet me rrugë ajrore, për duke infektuar në një kohë të shkutur një numër të lartë të qytetarëve. Kjo mundësi është e përjashtuar tek virusi i Nipahit.